mend lëvizjen e parë kur ne grupi studentëve zbriti nga qyteti Studenti deri drejt ambasadës amerikane sot, kur policia na rrethoi nga të gjitha anët dhe u filloi të ushtroje dhe dhuna, sepse ishte, të themi, lëvizja e parë, dhe ishte populli i Tiranës që na hapi dyert. Mbaj mend gra e burra, hajde të keqen nëna, të keqen xhaxhi, hajde futuni, dhe në ato pallatet që janë pas këtu tani, pas ambasadës amerikane, keni parasysh ajo pjesa, apo që të them fëmijëve sot që ne në ato vite i kishim ëndër, shkonim në një vend botës zhvilluar, sidomos këto që ne i thoshim vendet kapitaliste, pasi ai sistem, çfarë ishin vendet zhvilluara industriale, sidomos perëndimore, i thoshim kapitalist ose revizionist këtyre vendeve, ishin disa slogane që sot brezëri mbas edhe nuk e kupton, por që në ato vite i kemi ndier në lëkurë, i kemi përjetuar. Nuk jam i zhgënjur që kam marrë pjesë në fakt në ato lëvizje. Kam pasur, do doja pritshmëri më të mëdha nga klasa politike shqiptare.